unë nuk do të bëj ndonjë gjë. Unë vetëm dua të vish ti Grec, e di ç'a dua. Vetëm dua të shikoj pak fytyrën tënde kur ti je drejt për drejt me mua. Unë e ti drejt për drejt. Ç'a menon ti? A menon se më bën dot gjë më që thos do të bëj gjë? Wallahi e din, dorën Kur'an, vetëm dua ta shikosh çish ke për të ndier këtu në zemër kur ti je drejt për drejt me mua, vëlla. Po hajde, a pse s'vjen? A do me ta pagu taksin me ardh? Për çfarë? Unë as nuk njoh, ti s'ke asnjë garancie në jetë. O vlla, apo më thu në kesha. Diçka për ropt e këto gjëra. Më mirë mos ta bëjmë live. Për ropt. 10 minuta live, je 10 minuta. Për ropt. Unë i kam sa gjëra në telefon, vetëm hipi. Okej, nëse të kam sha me ropt thuj ç'a dushti. Unë vllai ti po merr më thumu kesha. Pse s'vjen me mkap më burr? A do me mkap? Jam lushe, do ta paguaj taksin. Grec, për zotin, ke për të patë audiencë pa parë. Do ta jap vllai një farë. Po vlla, nuk jam diçka, kur ti je drejt për drejt me mua, me sytë e mi, se në live është ndryshe. Vetëm dua ta shikosh pak kur je drejt për drejt me sytë e mi. Unë e ti mbaje live-in, vetëm edhe zërin lere hapur. Vetëm dua të shikosh diçka kur ti je me sytë e mi drejt për drejt. Po, unë kam qef vish ti dhe ta mash ti live-in hap, jo. Dalë unë do të nga fieri, unë kam detyrimet e mia, kam një nën 96 vjeçe, 4 vjeçe, po pret bëhet 100 vjeçe. Unë kam shpërblimet që duhet bëj para se të ndrojnë tikim të dynjaja. Po mos ki frikë se stikën jeta nga mumër, hajde më tako, siç do më takoj unë ty në fjerë për qef, do i gëzosh ato 4 vjetë, nga unë s'vjen vjet dekja, ti ru nga Kozaku në i tjetër që ke asmëri, jo nga unë s'vjen dekja ty. Ne të dy mund zihemi kështu. Unë e njoh vetëm ti, po Grec, unë po të famigje. Ti je 10 minuta larg je brenda makinë. Jemi o vlla, ti je, gjoj sekondë, tash ku është problemi. Gjë pak. Ti je në shtëpi, jem 10 minuta larg, un jam. Ti je në shtëpi 10 minuta larg, un jam qendër Flushës, jam 10 minuta larg. Ta sjellun taksin, hajde më tako. A kupton? Është thjesht. Si? Si njëri shumë i ndryshëm. Më flet si njëri komplet i ndryshëm. A feti i një më unë po ta them, wallahi e di për Allah. Për Allah, nuk ka marrë vesh që ke qenë fjerë. Ti je personi parë që pa më fot. Për kokë familjes, për kokë familjes, nëse ti do më hosh dhe këtë gjë, mos më bëj ta thirr dhe atë gocën që ishim live tu komentuar, ja ishte të komentuar the të presën sheq. Te live-i. Po zgjatet shumë biseda në live. Po tash kur s'pëlqen, atëherë do të shkruajta o Gucci jam këtu më fute blog direkt? Rëndësi vlla. Vetëm po. Rëndësi vlla. Për zotin, unë nuk të vi, po jam duke të prit me gjithë qef. Shikoj, jam zbafur ti vesh çarapet të vë atletet të dal pimi kafe. Por vetëm dua të kuptosh diçka kur të më shikosh drejt për drejt në sy. O vlla, hipi makinës hajt mor burr. Niveli me çfarë? Dëgjoj, secili ka vuajt në jetë. Po niveli ku jam unë në Grece, kush je ti, është completely different, bro, është ndryshe. Qa di për mu, jo Gucci, nuk je vetëm ti mbot, o Gucci. Për zotin se je vetëm ti mbot. Vetëm ti me ti as nuk ke rëndësi, po sikur po më përmend. Si pa më njoh, a ishe ti që merr dhe mu si burri mirë, ti s'ke njoh mas nga Semi, as nga Lexi, nga Klevjo, ke fut live, ke shkrujt, më ka thënë menaxheri im jam çuni mirë, më themi un jam kraun e Semi, do mbështes Semin, un thash o Gucci, un s'kam gjë me Semin. Dil nga live im the, un do mbështes Semin, dole nesër e shave Semin me rop. Edhe ty të erdhi natë që të thash un, kështu e ke shoqërindi që dele shan tjetrin me rop, nesër? Grec, hipi makinës, hajde pak te blet aty. Ore të makinë jam duke të prit, pse s'vjen? Po vesh çarapet, hajde pak. Hipi makinës kam bro, je me makinë. Vetëm një kafe mbaj pak live-in hapur. E vetëm duhet më shikosh pak drejt për drejt në sy. Live-in mbaj audiencës. Dua ta shikoj edhe populli qysh. Nuk dua, o Gucci, ti ke qenë 5 muaj në burg, unë s'dua audiencë. Unë kam qef me marr ti audiencë. Hape ti live dhe hajde ti. Armra nuk kam. Fika nuk mbaj se s'duhet të haj me shtetin, vetëm të dal pak e duhet flas me ty, të pim një kafe. O vlla im, unë s'dua audiencë, ti ke qenë 5 muaj në burg, unë kam pas, e di që ti ke nevojë për audiencë. Hape ti live-in, hajde ti. Grec, mos ma zjat me bisedën, vetëm please, wallahi e din, edhe dëgjoj, është sune e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë e di që ti e ndjek. Është suneja ne ta përballojmë me njëri tjetrin. Ti po desh mbaj me kamerë, unë po them më mirë ta bëjmë fshet.
Do t'jap 2-3 sekonda do t'jap në kam. Vetëm hajde në qik. Wallahi e din, dorën Kur'an, prita ma Kur'anin nuk do t'ham Një sekondë ti. Një sekondë se ti da. Shikoj, Një sekondë se dorën është sune e profetit Muhammed sallallahu Ore çuna mos priti sekondë se ti. Mos do me më gjujt ky mu? No, vetëm duhet shikosh pak veten në sytë e mi, se si shumë po i jep gojës në live vëlla. Vetëm hajde pak e lë ti po të audiencë, unë do jem me live fikur. O gush, nuk do audiencë nga ty, me dash audiencë nga ty, unë t'kisha shavlla. Ty është të djeg pse unë po të them vërtetën, është të djeg kjo? Djeg, mua po mikën zari. Më mirë hajde përballohu para se të ngrihem, se po unë ngrita, juve mi lingojnë atë unë vetëm Jo, ri mos u ngriher. A do të vish këtu? A do vish 10 minuta jam te bleta. Si e ke ti 10 minuta në makinë, unë kam 10 minuta në kem. Ore, di e vllai, po kam qef me ardh ti mër burr. Do vi unë pa problem di tjetër, vetëm hajde pak 1 sekond tek vllai. Tasi, je musliman. O zemra vllai që thuti hajde vllai, do me më thën vllai me mraf. A je musliman e Greca? Po mër, si jam musliman, e besoj shumë te Zoti. Fadel akhi. Tafadel, takullah, e ki vetëm tafadel. Ore, si frikacak. Po normal që frikacak se ka bë. Normal që frikacak se ka bë 20 vjet pa lesur budallaj. Jem dot me këtë me grusha tek për tek, e kuptoni dot? Unë mësuar nga birucat, nga spionimi po të juve. Unë të shoh ndark të bëu shtrime me atë që ndoshin ti, po leje tash i muhabetin. Kap gallata e qefi vëlla. Si vetëm ti që je më i afër, je 10 minuta. Hajde pak lutem. Ti mbaj live-in hapur po desh. Unë vetëm duhet mi shikosh pak syt ball për ball. Unë vi po nuk të besoj e bisha. Nuk besoj, kështu që unë nuk jam besprem e din gjithë. Më mirë hajde ti. Dëgjoj mua, dorën në Kur'an, unë nuk hahem dot me shtet. Me shtet e me ligj unë nuk hahem dot. Unë do me mbrap. Do me ndesh tek me mu. Ty vëlla, ti mbaj live-in hapur. Ti po deshe rri me live hapur. Unë se dua për audiencë. Unë vetëm duhet mësoj diçka ty vëlla, si shumë po më përmend. Pam njoh si shumë po më përmend. Po vëlla, pse ju djeg ju kur ju doni me mul mu, kur ju ulun ju prekeni ju, a? Ore, je dikush që e ke jetën pas mbari vëlla, si shumë po fut hundet e jeta ime. Pam njoh. Po vëlla, ke fut ti te jeta ime, a je ti tash, a do të folim apo do të bësh kështu ti, si të pëlqen ty? Unë kam makinë. Hajde, më ke 10 minuta larg, hajde bleta. Po s'kam naft, moriq. Hajde ti mor burr, se s'kam naft. Hajta sjell unë taksin. Alright, Grac. Mos më përmend më. Lutem, më mbaj emrin tënd jashtë kohës time. Mbaj emrin. Ta rujt Zoti atë nënën që ke aty ty, po që Dëgjoj, unë do ngrihem, me ngadalë, unë do ju ndjek, do i gjej juve një nga një. Po më mirë Grec, me që je vllai im në Islam, hajde përballoje vet çka kam për të ofruar unë ty, para se të qepem unë nga mbrapa. Jo vetëm unë me ujqërit e mi. Se kam qenë një jetë të tërë jetë vetëm nga zozat, jam shqyr, më dilin nga 50 veta më kapnin. Më kanë kap peng torturur, mbi tortur. Shqiptarët më denonconin, më fusnin në burg. Më mirë hajde përballojmë me mua. Hajde përballojmë para se të qepem unë nga mbrapa me ujqërit e mi. Se tani jam bashkuar me skepse më qep, o vlla, se unë jam në rrugë, nuk është se kam mika, kupton, po unë aty zvisëm, s'ndeshëm. Nuk të ngjova. O çuna, angjohem. Një sekond, prit ndarme po të vi prap, 1 sekond. Live in direct at press. Ata fik live in at press. Or guç, për kokë të familjes, nëse nuk të presun ty, nuk të vije vlla, se të kam marr. Kam 10 minuta në kam. Jam njëri që ecin kam. E kam 10 minuta. Por e kupton që nuk ndeshëm dot me ty unë tek se më rrefti mu drejt. Kam 10 minuta në kam. Ta fik live in direct, kam 7 minuta, ta fik direct. Ti mbaj hapur. Unë vetëm duhet më shikosh pak si nuk ndeshëm. Por nuk po më dhe llafut, Po më dhe llafin që nuk do ndej. A je në fenë të drejtit.
Është sunet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë e ti të përballojemi. Unë po të vet Po dorën më në refer Kur'an, burse ka wallahi, 10 pa letër më bë. wallahi e di nuk do të ham bes. Armë nuk kam se nuk dua të haj me shtet, nuk hajem dot me shtet e me ligj. Ore me armë. O guç, me armë trafon ti, po kam frikë se mos vjen me grusht teke se me armë fitoj unë me ty, e kam sigurt. Nuk prek me grushta. Unë e ti po uzum, unë do të ram me plem. Wallahi e din me plema do ja nis me ty. Ti je i pari që je 10 minuta larg. E po e marr me ngadal. Po desha hajt përballoj vet. Me plema. Bismillah, tafik inshallah. Wallahi e din tafiket pres nis ma numri. A dhejmi shumë plemat. O vlla, a do me ardh? Pafshim, të lutem, mos ma më tanë. Nuk ta përmend. Ahi, khalas. Ngjo, un po ta çoj numrin, kur dush, post pritam shaj, bëj ça dush. Okej. Ku me ikare? Po i kam shkumër për kokë familjes, i kam shkum ka vën blok, po nuk shkoj dot, kështu si do Gucci, ti ikin ngrije mushat me bokset, i shkoj Gucci në firmë, unë shkoj si du unë. A kupton, kur i shkova unë si du unë, mi shkova tamam, si ti shkoj Gucci tu me dur mbrek, a me bokse, se do Gucci, po të refe je se ka bëj 20 vjet burg, e ke pasi bën stërvitje në dark me të çunin, me të çndoshin, ai do me dopsu atë, jo me mu. Dvi, po kush është frikacak o kar? Po pse jam frikacak i qifsha në ropë, as jam tu fshe, as i gjëja ku jam. A dini ju qytetin kjo është lushnja i qifsha matra. A dini? Unë s'jam në kin më vëlla. Unë s'jam kin. Jo po ku me t'kap, jo po ku me t'bë, jo po lepur. O kar, boje budallati po bën vet. Lepur i them s'dalun, jo me undesh. Si me undeshu me Gucci tek për tek, jeni tu tall karin ju? Ora fitone, o bisha, po me undesh. Jam live. Po ku je më Jam live. Hajde. Si me undesh me Gucci një qifsha rëmt? Si me undesh? Gjithmonë lushnja ka lepra, po leprat ta 100 motrën. Leprat ta 100 motrën. Leprat janë ato që ja kanë 100 motrën në për Shqipëri atyre që kanë meritu, apo jo? Top njishat leprat, a janë apo s'janë top njisha? A janë apo s'janë top njisha? Leprat, ju a kanë 100 motrën atyre që kanë rëmë qaf. A janë leprat top njishat apo s'janë? Po ku ka pidh motre o kar? E di, ore, rotakari jetonin në Shqipëriu, a keni ngjuju, shifin e herë televizor ju lajme i qifsha rop, jo unëre. Më kokat, më karderët, ka sa dush. A keni ngjuju qa bët në për lajme kush janë të lushnjës apo? Qa përmen broje jonë, qa përmen për jeni kar apo bëni qa frikacak? O kar, ju qifsha motrën ju që thoni frikacak, ju qifsha rop. Ore, po të themi i kam shku, më ka bë blok. I kam shku, më ka bë blok. Qa të bëj unë? Shkoj kur do Gucci, po ja pra këtu jam 10 minuta larg, s'ka makin, ta paguj unë taksin, hajde. Tashi, kur i kam shku në Gucci, po mos t'i bim gjatësi, se s'pëlqen ty. O vëlla, unë të vij ty kur du unë, am thu hajde kur doj kari, të vi unë. Kur du unë e si du unë. Jo, po të vi unë me bokse, ti të mvish mu me çorape deri këtu. Unë pa çorape, të fitosh ti. Si? Unë me shapka, ti me atlete. Ti më fjerë me atlete, unë të vi me shapka, se jam me shapka unë. A kupton, si të vi unë të ty? Si të vi unë të ty, mërë, burun me shapka, ti me atlete, si të vi unë të ty? O, vla, nuk kam as i gjone, po këtyre është të i djege vërteta, se Semi e ka fajna i Semi me rop shpije, se Semi ka majt gjithë me buk, o broja. Sem, me rop shpije ti e ke fajt. Tu i shku, o Gjagji Semi, du buk, bli buk Gjagji Semi. O Gjagji Semi, du domate, se s'hajt buka that. Bli Gjagji Semi domate. O Gjagji Semi, shiko zako, thot Sillen Elias. O Gjagji Semi, du salam. Bli Gjagji Semi salam, jep salam. O Gjagji Semi, du makarona. Bli Gjagji Semi makarona, bëj këto makaronat skuqme, a kupton? Makarona këshu, në skuq. O Gjagji Semi nuk han makaronat that, bli Semi shkret pana, bëj makarona me pana. E dalin këta byth qirat e shajnë. Ky Gucci më ka qu live-in mu, kur ka pas ky që kishte 20-50.000 veta, 60.000 veta, ja shifsha familje nëse ja kam qu i her live-in. Ky më ka qu live-in mu. O gresat kam fut, se më ka thënë menaxheri im, je quni mirë, je pozitiv, je to ec, je to bë. Respekte, gush mirë, ku hy këtu Semi e tjetri. Tash ishte i periudhë se Semi me rop shpije Semi është zemër mirë, po ka qef me ngacmuj që ngacmon. Unë isha ngacmu, po unë mërzitëm shpejt. Unë isha ngacmu me Semin,
Jo se jam shase, nuk ham dot unë me Semin, a di çam ka Semi mu 10.000 euro. Ose 20, hajt për 30 varikari. 30.000 euro më ka Semi, mu llogaritëm me Semin ose i qit ropt. Llogaritëm unë me Semin se i qit motrën. S'llogaritëm dot. E ç'a bën tash i kry Gucci për t'ja lëpi Semit akoma më shumë, më fut mu live.